Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhur e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë, lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjitha që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi në këtë muaj të bekuar. Sot është ditë e Gjuma dhe ka kaluar gjysma e muajit Ramazan. Tashmë po i afrohemi edhe 10 shit të fundit. Andaj gjitha temat tona dhe gjitha ligjërimet realisht duhet të jenë në shërbim të këtij muaji, që të rikujtohemi, që të mësojmë, që të vetëdijsohemi edhe më tepër për rëndësinë e këtij muaji, për begatinë e Allahut që na dha me mundësinë e arritjes së këtij muaji dhe agjerimit të këtij muaji. Gjitha këto në shërbim të asaj që ka të bëjë me daljen fitimtar në fund të këtij muaji. Allahu xhallahu ala këtë muaj e ka dërguar për neve mëshirë, ndihmë dhe përkrahje në gjitha fushët e jetës tonë. Në kuadër të ajeteve që flasin për agjerimin, ne në takimin e kaluar kemi folur për lehtësimin. Dhe kemi shpjeguar se nga cili aspekt agjerimi është lehtësim. Me që Allah tha, yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allahu don që t'ua lehtëson juve, jo me ua vështirësu. Prandaj çka nën kupton Allahu me lehtësu? Dhe si agjerimi bëhet i lehtë? Në kuadër të jetës të agjerimit ka edhe shpjegime tjera, ka mesazhe të rëndësishme që Allahu te barek ve taala krahas obligueshmërisë së agjerimit na përcjell edhe disa porosi të rëndësishme. Brenda jetëve të agjerimit të ndëruar, gjejmë udhëzime që ndërtojnë si duhet raportet tona edhe mes vete. Agjerimi i përmirëson raportet tona me Allahun te barek ve taala, por edhe na mëson për raportet tona mes vete. Nga se Islami ka me rregullu punët e njeriut me Allahun, por edhe punët e njeriut me njeriun, edhe punët e njeriut me atë që rrethon. Nga se nga ky aspekt është i kompletuar Islami. Krejt çka duhet për të ndërtuar raportin me Allahun xhallahu ala e këtë është shtiluar në udhëzimet e Islamit. Por e këtë çka duhet në ndërtimin e raportit mes nesh e këtë rregulluar. Dhe këtu mund t'i gjejmë edhe në ajetet e agjerimit. Si Allahu te barek ve taala na mëson që me ndërtu raportin me Allahun që duhet, pastaj edhe me njëri tjetrin. Gjitha këto bashkë mbrana një udhëzimi që ka të bëjë me agjerimin. Nga se Islami kështu në mënyrë të balansuar, kështu në mënyrë të barabartë, ndërton raportet edhe me krijuesin, por edhe me krijesën. Andaj muslimani duhet të jetë i devotshëm në raport me Allahun, ndërsa i sjellshëm dhe i edukuar në raport me tjetrin. Kjo është ai kompletimi i duhur. Kjo është ajo që na ka mësuar Allahu xhallahu ala dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam. Çdo ngjecje në këtë aspekt tregon kuptimin e dobët të muslimanit për fenë, ose tregon edhe mungesën e besimit të kompletuar në zemrën e tij. Allahu xhallahu ala në Kur'an të ndëruar na mëson se nëse njeriu nuk ka mundësi me agjeru, atëre si me u liru nga kjo përgjithësi. Domthonë, agjerimi është përgjithësia jona, jemi të ngarkuar me këtë detyrë. Mirë, në qoftë se nuk ki mundësi me agjeru, a mbetesh i ngarkuar me përgjithësia, po si shkarkohesh nga përgjithësia? Për shkak se përgjithësia për Allahut është e madhe. Domthonë,
nuk është letë me i dalë Zotit për para, e ti i ngarkuar me përgjësi për mos kryrje të obligimeve. Nëse obligimet e në çështje madhore, është një lloj lidhje e njeriut, që i duhet një zgjidhje. Ku e gjen këtë? Kush pranon me shkarku nga përgjësia, kush e liran nga kjo barë e kësaj përgjësie njeriun, kush e liran? Shka Allahu xhallahu ala e përmen fukaran, si zgjidhje. Domthonë, nëse s'ka mundësi për ma gjëru, që ka bën? Duhet me dhonë ushqim fukaras. Nga kjo aspekt të ndëruar, sa përfitime shoqërore, sociale, dalin nga kjo udhëzim. Tash, kur Islami na mëson që zgjidhja është tek fukaraja, nuk e bën fukaran atë shkretën, atë mirin që na i japim me hongër, po e bën zgjidhje, e bën rrugdale për neve, e bën shpëtim për neve, nga se po të mos është ai, do të kishim telashe. Dhe nga kjo aspekt bëhet i dashur fukaraja, bëhet që ai që i jep ndihet i nderuar, që po ka mundësi me ndihmu dikujt, ai më shkon nga përgjegjësia. Që shpesh herë të ndëruar vëllezër, njerëzit i shikojnë me përbuzje, i shikojnë me nënçmim njerëzit e varfër. Ose edhe nëse ju ndihmojnë nga një epërsi. Unë e kam që për të dhotë ty për të një mëj. Dhe kjo pa të shimë gjithmonë i ma njerëzit me dalime. Dhe një shtetë nështë e madhe e shoqërisë mbetet realisht e parëndësishme, e pa faktorizuar. Dhe Islami në mësën me respektu së cilit, pavarësisht dalime që mund të kemi për shembull në aspektin social, apo ekonomik. Çdo kush e ka vendin e vetë, çdo kush duhet të respektohet, çdo kush duhet të nderohet si njeri. Prandaj, armëno kur ti për shembull je në siklet, je i lidhur, kërkon zgjidhje, edhe vjen një thotë unë të bëj zgjidhje, unë të bëj çare. Nga se të ndërru vëzër, njeriu ka raste kur për me bu një zgjidhje nuk kursen kurgjë. Nëse ka problem shëndetësor, nuk pyet sa para bëhet, veç a kryet. Këtë që ka mundësi me i mbledh për me bu një zgjidhje për shëndetin e tij, apo për shëndetin e dikujt të afërmve të tij. Prandaj në këtë rast, nëse mjeku të ofron zgjidhje për shëndetin tënd, do Zoti ta zbut dhimbjen tënde, apo dhimbjen e dikujt të afërm me tu, e ti pagun për këtë, ti nuk i thush unë të kom ndihmu mjekut, nuk i thush të kom ndihmu, e harram pjesën që i ke dhonë, po thush, shoqër që dul një sebepe, po bëhet çare. E respekton që të ka bëhet çare, si harron kurat mirë, pse ke pagu për këtë çështje. Apo për çka do çështje, për çfarë do çështje në këtë jetë që të bëhet një zgjidhje. Kështu do të mund të trajtohet njëri i varfër. Ai mund të jetë i varfër në aspekt social, si ka punë mirë, po në aspektin moral mund të jetë i ngritur, në aspektin njerëzor mund të jetë i pasur me vlera. Është sprovuar me një aspekt caktuar të jetës së tij, e që edhe ti je sprovuar me një aspekt caktuar të jetës tënde. Prandaj kur njeri i ndihmon fukaras, muslimani kur i ndihmon fukaras, nuk i ndihmon nga epërsia, nuk i ndihmon nga një nivel që atë e shikon me sy të përbuzur, apo e shikon nga lart, jo. Por e ndihmon duke qenë i bindur se më shumë po i ndihmon vetes sa atij. Se në këtë rast me agjërimin, Allahu xhallahu ala po zgjidhja e juaj nga barra e përgjegjësisë së agjërimit është tek fukaraja. Atje është zgjidhja. Ti jep atij e Allahu xhallahu të shkarkon nga obligimi i agjërimit. Për ata që domethënë nuk mund të agjërojnë, për ata të cilët nuk ka për ta zgjidhje tjetër përveç se përmes dhënjes. Por edhe për të gjithë të tjerëve neve, e dim që në fund duhet dhënë sadakatul fitrin. Ku shkon
sadakatul fitri? Kryesisht tek nevojtarët, për nevojat e tyre. E çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për sadakatul fitri? Shikoni. Tha tuhrun lis-saim. Është pastrim për agjëruesin. Në gjatë agjërimit ke bënë një shkelje të caktuar, në sjellje të pajishme, në fjalë që s'ka hije me thon, agjërueshëm. Ku më pastru të agjërimi që më shku tek Allahu i pastër, prapë te fukaraja. Prapë atij e jep, e Allahu xhallahu të bën që duke dhënë ti atij pastrohet agjërimi atë. Kështu na ka mësuar pejgamberi alayhi sallam, prandaj edhe ata në kategori e rëndësishme në shoqëri, sikurse jetimi, do çdo i dobët, po them kushtimisht në shoqëri, mund të jetë i dobët nga një aspekt, por i fuqishëm nga një aspekt tjetër. Që fukaraja mund të jetë i dobët në aspektin ekonomik, por shumë i fuqishëm në aspektin e zgjidhjes së problemeve tona. Nga se këna mundësi me pastru agjërimin tonë, këna mundësi me pastru pasurin tonë, duke dhonë zekat e sadaka, këna mundësi me fitu tek Allahu shumë, nga se ata që japin, Allahu a shumë fishan. Kështu Islami na mëson që me ndërtu lidhje me zvete, edhe me dasht njëri tjetrin, edhe me respektu njëri tjetrin, përkundër dallime që mund të jenë në mesin e njerëzve. Nga se dallimet kanë me ekzistu gjithmonë. Kanë ekzistuar dhe kanë me ekzistuar gjithmonë. Dikush është më i dijshëm, dikush nuk është i dijshëm. Dikush mund të ketë pozitë, dikush s'ka pozitë. Dikush është i fortë, dikush i dobët, dikush i pastë, dikush i varfër. Dallimet gjithmonë kanë ekzistuar dhe kanë me ekzistuar. Në Islami nuk ka me eliminu këto dallime, se është e pamundshme. Mirë po, i ka zbuar deri në atë nivel sa që dallimet nuk ndikojnë në respekt edhe në ndershmëri karshi njëri tjetrit. Që ka më rëndësi? Që dallimet mos me ndiku në nënçmimin, përbuzjen e dikujt, apo çfarë do formë të përjashtimin nga jeta e përditshme. Ky element të ndërrohet është shumë i rëndësishëm. Nga se mbill në zemrën tonë, edhe dashni edhe respekt, po mbill në zemrën tonë edhe modesti, mbill në zemrën tonë gjitha vlerat e duhura që i duhen njeriu për të komunikuar shëndetshëm dhe si duhet me tjetrin. Në kuadër të të agjërimit të ndëruar, ajo që ndikon përsëri në raportet mes njerëzve, nga se për këtë aspekt duhet të më folë shumë, që t'i përdorim adhurimet tona në përmirësimin e raporteve mes vete, nga se sa më afër që jemi, sa më të lidhur që jemi, sa më solidar që jemi, aq më tepër edhe Allahu xhallahu ala na mëshiron e na don. Allahu xhallahu ala në ajet e agjërimit të ndëruar, kur flet për përfitimet nga agjërimi, në çka fiton ju nga agjërimi, kryesisht përfitimet i përmend në shumës, jo në njëjës. La'allakum tattaqun. O është bërë obligim agjërimi që të jeni në shumës, jo si kolektivitet më të devotshëm. Pastaj në fund të ajetit vjues, la'allakum tashkurun, që të jeni prapë ju shumës dhe Allahut falërues dhe mirënjohës. Prandaj besimtari nuk e paramendon veten vetëm ai me koni mirë, i shpëtuar, por insiston që kolektivisht të shpëtojmë, kolektivisht të përmirësohemi. Andaj kontributi i tij për të mirën e shoqërisë është i pandalshëm. Nga sa Allahu xhallahu ala e ka mësuar se përfitimet nga adhurimet nuk i takojnë vetëm njërit, por i takojnë të gjithëve. Për të mbjellur në shpirtin tonë, në zemrën tonë, thash, ndjenjen e dashurisë, ndjenjen e respektit për tjetrin, por edhe ndjenjen e kolektivitetit, se ti je bashkë, nuk jeton vetëm. Prandaj me këtë luftohet egoizmi, individualizmi, e shumë probleme tjera të sot po e ngulfatin shoqërinë. Njëri nuk i gëzohet veç të mirës që e ka, po Allah na mëson që nga përfitimi i përbashkët dhe kolektiv i agjërimit, t'i gëzojmë edhe të mirave të përgjithshme që i gëzojnë të tjerët. Prandaj, duke u edukuar në frymën e jetëve të agjërimit, ne flakim në zemrën tonë, largojmë nga shpirti jonë zilin, urrëtitjen, dhe i gëzojmë të mirave të tjetrit. Nuk ja kemi zili. Kur dikush ka një arritje, kur dikush ka një sukses, i gëzohemi. Shoqëri që e mund, shoqëri që arritje, elhamdulillah, që u rahatu, gëzohemi. E jo sikurse jo rrallëherë shumë nga jeta e përditshme, një lloj zilie,
një lloj pezmi fatkeqësisht kur dikush arrin ose kur dikush ka një sukses. Andaj këto bariera të lidhjes shoqërore, Islami nga shumë anë i lufton të ndrollë vëllezër. E në veçantë agjërimi, ku ka shumë aspekte të agjërimit përmes të cilave realisht ndërtohet shoqëria dhe largohen pengesat të cilat pengojnë ndërtimin e mirëfillt të një shoqërie. Prandaj bashk që të jeni më devotshëm, që të jeni më falëndërues, ta ndihmoni njëri tjetrin, ajetet e agjërimit. Edhe në fund, Allahu Gjelle Gjelalu të ndëruar vëllezër, përmend edhe një aspekt të rëndësishëm në këtë drejtim që ka të bëjë me lidhjet tona. Për këtë duhet të flasim edhe më tepër për të kultivuar raportet mira mes vete, për të lidhur edhe më tepër mes vete. Po nuk ka të kohë që kemi, po përmend edhe një element më rëndësishëm që e përmend Allahu Xhallahu Ala në ajet të agjërimit, e që ka të bëjë me lidhjet tona. Allahu Xhallahu Ala thot: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." Kur të pyesin ty robët e mi për mua, unë jam afër. I përgjigjem lutjes atij që më thret. Duaja të ndërru vëllezër, këtu mund të kuptohet si diçka individuale. Po, duaja këtu është një faktor i rëndësishëm i ndërtimit të raporteve me Allahun xhallahu ala. Sa më shumë e lutim Allahun, aq më afër të jemi. Sa më shumë e lutim Allahun, aq më të lidhur me të jemi. Mirë, po duaja është vetëm për vete? Jo, duaja duhet të jetë e përgjithshme. Duhet të lutesh për familjen tonë, duhet të lutesh për shoqërinë, për vendin tënd. Duhet të lut. Shikoni sa bukur e ka rregulluar këtë çështje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: kur një besimtar lutet për një besimtar, shikoj elementi i shoqërisë. Kur një besimtar lutet për një besimtar, Allahu e dërgon një melek te ky që po lutet, që sa ky kërkon diçka prej Allahut për vëllain e vet, melekut amin të dhashtë Allahu edhe ty që shpo lutesh për ta. Kjo nxit më lut për tjetrin, po padyshim se ti lutesh për vëllain tënd, po mund të me lëshime, kemi mëkate. Ne nga pozicioni që jemi e lutim Allahun për vëllain ton, për motrën ton, atë që është më e mira. Ndërsa Allahu për këtë e dërgon një krijesë shumë të pastër, të qiltër, të afërt me Allahun xhallahu ala, që ajo tash lutet për neve. Dhe kjo padyshim është një stimulim i madh që ne të lutemi për njëri tjetrin, mos të harrojmë njëri tjetrin, të lutemi për familjarët, të lutemi për kujshin, fqinësin, më lutë, që Allahu me i rujt, me i dhënë hajr, shëndet, me i pajtu me zvete, më lutë për shamë për popullin përgjithësi, për vendin, për këtë që ka nevojë, më lutë, t'jenë të përfshirë të gjithë në lutet e tua. Dhe kjo e ngjall mos të madhe, domthon ndjeshmërinë e besimtarit karshi tjetrit dhe dashnin. Kur lutesh për dikën të ndërua vëllazër, lutja në mos të madhe rënon shumë pengesa. Apo madje disa dietar kanë thënë se momenti kur me dikën nuk je në raporte të mira, momenti kur me dikën ndoshta ke ndonjë fërkim eventual e kështu me radhë, ki mos pajtime me dikën, kurdo qoftë ai, familjes, rrethit, shoqërisë, kurdo qoftë ai. Kam përmendur se një nga faktorët e rëndësishëm të largimit të këtij tensioni është më lut për ta. Si të lutesh për ta, më njëherë bjen tensioni i acaribit, bjen tensioni i ngarkesës, se ti po lutesh për ta. Për shembull me dikën që si i pajtum, ose me dikën për shembull që si ki punë mirë, e qosh natën e sejtë, o Allah, jepi hajrë, o Allah udhëzoje, o Allah ruje, për shembull. Sa shkarkosh nga urrejtja, nga ngarkesa, momenti kur lutesh për ta. Shumë. Andaj Allahu xhallahu ala ka mësuar që edhe të lidhemi përmes lutjeve të fshehura për njëri tjetrin. Përmes lutjeve brenda vetes tonë, drejtuar Allahu xhallahu ala për njëri tjetrin. Më lut,
Sa ka këtu pastaj dashni, respekt, lidhje, shkarkim të tensioneve të shkaktuara nga acarimet e shumta kështu me radhë. Edhe këtë kemi në ajetin e agjerimit. Prandaj të nderuar, shumë ka udhëzime që Islami përmes tyre kultivon lidhjen mes njerëzve, dashurinë, respektin, solidaritetin. E në veçanti në ajetin e agjerimit që unë i mora shembull disa prej tyre, që si ajeti e agjerimit na bën që ta respektojmë njëri-tjetrin, ta dojmë, ta ndihmojmë përkundër ndallimeve, ta gëzojmë një të mirë, një arritje së bashku dhe gjithashtu të lutemi për njëri tjetrin. Këto ishin 3 aspekte të rëndësishme që dalin nga ajeti e agjerimit, por ka edhe shumë të tjera. Unë lutem Allahun e manduar që Allahu xhallahu ala të na përmirëson gjendjen tonë, na lidh më tepër mes veti. Dhe gjitha pengesat që qëndrojnë në lidhjen mes nesh, në komunikimin e dur, Allahu të barë me i largu, e të shtohet dashnia mes antarëve të familjes, mes fëmijëve, mes shoqërisë përgjithësi, e na ruaj Allahu nga çdo vest i keq i cili e rëndon jetën dhe rrezikon raportet tona mes nesh, nga se sikur që ceka sa herë kemi punë mirë mes veti, edhe me Allahun i kena mirë. Kur si kena punë mirë mes veti, as me Allahun si kena punë mirë. Nga se Allahu te barë këta dëmë na pa mirë, edhe dëmë na pa të pajtuar e të lidhur mes veti. Prandaj edhe ka zbrit udhëzimet shumë të për këtë çështje që ne sa i respektojmë, do të na kthehen me dobi në fuqizimin e lidhjeve me Allahun xhallahu ala, por edhe në fuqizimin e lidhjeve tona me njëri tjetrin. Kaq për këtë pjesë ka arku azanit. Allahu ju lësoft agjërimin, ju përndoft punë të mira, e na mundsoft që të jemi gjithmonë më të mirë e më të mirë. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.